Arritja e çmimeve të karburanteve po shoqërohet me ndryshime të vazhdueshme edhe në pikat e tregëtimit në qarkun e Gjirokastrës. Aktualisht, 1 litër naftë tregëtohet me 206 lek për litër nga 185 që ishte më parë, ndërsa benzina ka arritur në 205 lek për litër. Ndërkohë, gazi vion të shitet me 66 lek për litër nga 64 lek që ishte më parë, duke shënuar gjithashtu një rritje krahasuar me periudhat e mëparshme. Kjo situatë është ndjerë drejt për drejt nga qytetarët, të cilët shprehen se çmimet e larta të karburanteve po ndikojnë jo vetëm në buxhetin e përditshëm, por edhe në rritjen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore, duke bërë jetesën më të vështirë për familjet. Çmimi i naftës më duket është rritur në të gjithë botën, kështu dhe në Shqipëri, po vetëm që në Shqipëri është një çik më vështirë se rrogat janë një çik më poshtë në qytetet e tjera të botës, kështu që është një çik më vështirë për njerëzit. Mirë është të mos abuzohet, edhe të ketë më shumë kontrolle. Ndërkohë, autoritetet përgjegjëse bëjnë me dije se do të ushtrojnë kontrolle në treg për të monitoruar situatën dhe për të shmangur abuzimet me çmimet.